Për fatin ton të keq, stina e vjeshtës dhe dimrit nuk na sjell vetëm bukuri dhe gjete të arta, por shoqërohet gjithashtu me rikthimin e dhimbjeve reumatizmale në pjesë të ndryshme të trupit. Në stinën e vjeshtës dhe të dimrit këto fenomene dhe këto simptoma ndihen akoma më shumë. Arsyeja kryesore është rritja e presionit atmosferik, e cila çon trysnim më të lartë dhe presion në pjesën e nyjeve dhe të kyçeve. Arsyeja e dytë është rritja e lagështirës dhe të uljeve të temperaturës, duke sjellë ngurtësi në muskuj dhe uljen e qarkullimit të gjakut. Gjithashtu, një arsye tjetër janë dhe prania e artrozave dhe frakturave të mëparshme, të cilat ndihen më shumë në mod të ftohtë dhe në lagështirë. Mjaft thjesht duke aplikuar terapinë tonë instrumentale më të avancuar, atë ushtrimore dhe manuale, ne ju ndihmojmë që ju t'i kaloni këto sezone sa më thjesht, me më pak dhimbje dhe plot energji.